është diçka fantastike, pa egzageruar fare, sepse kemi arritur pikërisht në këtë pikë, po ja tregoj, po flisja më parë dhe me shokët tanë të Fikantierit, që unë kam bërë një nga vizitat e para jashtë Shqipërisë, si i ri, si kryeministër i ri, saktësisht në vendin e Fikantierit, pra në bazën e Fikantierit, në selin e tyre, dhe aty kam vendosur para atij grupi drejtues asaj periudhe pikërisht kantierin e Pashalimanit, duke thënë se ndoshta do të ishte interesante të shikonim pikërisht këtë kantier mundësinë për të hapur një filial për kërkimin dhe inovacion për Fikantierin. Por sigurisht ishin kohë paqeje, periudhë komforti, pra ishin periudhë mbrojtje, ndërkohë që Europa flinte. Sot kohët janë të ndryshme dhe kanë diktuar pikërisht këtë hap të Fikantierit drejt Bregdetit ton dhe drejt kësaj marrëveshjeje që është me të vërtet një ëndër për Shqipërinë dhe për forcat armatosura të Shqipërisë, si dhe për ekonominë industriale të Shqipërisë. Dhe ndërkohë, ne do të përfitoja dhe për të falenderuar nga zemra presidentin Di Leonardo dhe përfaqësuesit e Di Leonardos që na kanë qenë afër dhe dhe kam vendosur të bardhë mbi të bardhë marrëveshjen për të përforcuar mënyrën në mënyrë shumë të kompletuar mbrojtjen tonë si nga ana detare, po dhe nga ana toksore, me sistemin kundër raketave dhe sistemin e mbrojtjes në det. Është vetëm fillimi, shpresoj që bota të përmirësohet dhe që luftrat të përfundojnë, por ndërkohë Shqipëria është shumë e vogël për të vendosur të ardhmen e botës.